Një gatim që mushet plot tava për të ngopë gjithë familjen. Shumë i shishëm, me shumë vlera. Kam morë gjysmën e pulës. Do ta bëj këtë me bollgur. Me pak lynë sipër të lyme, kokra kryp sipër. Fus në furrë të nxehtë me 220 gradë. Ktu është lëngu i gjysmës pulës. E largoj se duhet të jetë shumë e nxehtë. Dhe një lugë. E lejmë të nxehet ynyra. Edhe një kokër qep mesatare. Tashti i hudh 2 kokra kryp për të zbut pak. Edhe pak piper të zi. Qepa nuk duhet marrin ngjyrë. Hedhim domatën. Tashti do marr dhe t'i hudh majdanozin. Tashti do hudhim bollgurin. Masa e bollgurit duhet jetë 1 metran. I ka vërdis 2-3 minuta. Do t'i hedhe pak piper, me temperaturë të ullët, do vazhdoj zjerjen. Deri sa filloj të dalin vrima sipër. Tashti bollgurin, ka marru rreth 25 minuta. Tashti i vej këtë letrën, që lyva me t'lën. Kjo dhe bollgurin, e kam lënë rreth çerekore, mrena. E përzi pak me pirun, që të shkriftohet. Ja, duhet dali kokër dhe i zim.